Qështu me momentet me kesh, besoj do të kemi shumë shpesh. Tham që do të flasim për sportin e gjimnastikës, një 13 vjeçare nga Kosova, arrin medaljen e bronz të parën në histori nga kampionati ballkanik. Me neve është sonte Sara Plana. Sara, faleminderit shumë që je sonte me neve. Faleminderit edhe juve për ftesën. Edhe faleminderit që na ke gëzuar me medalje. Edhe po ashtu e kemi edhe trajnerin Dorotin Ibrahimi, e cila është bashkë me neve sonte. Faleminderit shumë që je sonte. Faleminderit gjithashtu. Një sukses i jashtëzakonshëm. Si u arrit realisht? Gjimnastika ka fillu në Kosovë të aplikohet pak më seriozisht shumë më vonë se sa sportet tjera. Po, gjimnastika është themeluar, Federata e Gjimnastikës është themeluar në vitin 2012, domethënë është një sport kogja i ri për më arrit me fitu deri në kampionat ballkanik. Mendoj që është ndër sportet më të reja deri tash në Kosovë, por që ka një sukses jashtëzakonisht mirë, për arsye se ky nuk është suksesi vetëm i Sarës, ka edhe shumë medale tjera edhe në gara të tjera. Sar, çështja dole? Është punë shumë dhe sakrificë, nuk është e lehtë, ki sfida dhe pengesa gjatë rrugtimit, por mos më dorëzu edhe ja dal. Shpesh njerëzit kur e shohin këtë pjesën në televizor, e shohin thjesht, e i bën krejt akrobacionet, duket e thjesht, por sa është e vështirë mrena me apliku? Është shumë e vështirë edhe... Sa duhet për kushtim, sa duhet stërvitje? Është shumë duhet për kushtim, në stërvitje duhet me ushtru me urte të ra, edhe gjithmonë duhet me pas fokusin në ushtrime. Momenti kur e ke kuptu që e ke fitu medaljen e bronz, sa e gëzu? Jo, më gëzu shumë që fillimisht përfaqësoj shtetin në kampionatin ballkanik dhe pastaj që edhe ja kam sjell një medalje të bronz. Fantastike. Trajnere, a keni prit suksesin e Sarës në këtë pjesëmarrje? Po, ne kemi shku shumë të përgatitur me Sarën. Kemi shku, domethënë, tamam kështu me fitu. Jemi kom pretendent në 3 vegla, por që një gabim i vogël na ka larguar edhe prej vendit parë në një vegël tjetër, por që ajo është edhe fat nganjëherë. Ndërsa në veglën e tratë po, e kam menduar shumë që kam e fitu, por nuk e di cilin vend, për çfarë arsye se në kualifikime Sara në veglën e tratë aty ku e ka fitu medaljen ka qenë e para e rënditur, edhe për këtë arsye ma ka marrë mendja që ka me medalje. Po normal, gjimnastika është edhe pak sport i vështirë, sidomos vegla e tratë, për arsye se një gabim i vogël qet prej medaljes. Edhe tërkohën sa ka qenë t'u garu Sara, u kon hera e parë që e komendu mos me shiku t'u garu. Ka qenë shumë emocionet shumë ta, sa që i kom thonë trajneri tjetër, po dalë dhe nuk peshikoj heq. Më ka thonë jo shiko ti deri që të e ke pru edhe s'pe shikona, edhe hajt tash se po ri peshikoj. Po ka qenë një shumë e mirë, po, definitivisht po. Ka qenë e përgatitur, kemi fillu përgatitjen shumë herët. E Sara është një gjimnaste profesioniste, domethënë e din që një gabim i vogël e largon prej medaljes, po që e ka jep maksimumin, sin stërvitje se a ditë ngare. Po më bën përshtypje shumë për moshën që ka shumë ngritën edhe vetëdijshme, ku ka marrë pjesë edhe nivelin e garimit edhe intensitetin edhe punën me cilën është marrë deri tani. Po në aspektin personal edhe për ty besoj është kënaqësi kur ke qenë trajnere saj me një ngjarje si kjo. Shumë, siç thash edhe më herët, Sara që ka përfaqësuar kampionat ka përfaqësuar shtetin në kampionatin ballkanik. Në këtë garë ka pas shtete shumë të forta, siç është ndër shtetet më të forta Rumania, Hungaria, Bullgaria, domethënë me gjimnastik, kampionat. Po flasim për vende me traditë. Po, që kanë traditë shumë më herët se sa ne. Por që kemi arrit me ju afru goxha shumë për arsye se punohet në mënyrë profesionale në klubin ku ushtrojmë. Besoj Sar, kategoria më e vështirë është e traut. Apo jo? Jo, gjitha janë të njëjta, ti zgjedh cilën vegël don me ushtru, edhe pse ushtrohen gjitha, por ka edhe gjimnastët që ushtrojnë në vegla, njërin vegël më shumë, unë i ushtroj të katërtat dhe A ti merr pjesë në 4 kategori? 4 kategori unë marr pjesë, por në tra, do me thoni, ku mbu mas mirë dhe kom arrit suksesin. Fantastike. Cilat janë tjera që aplikon? Është parteri, është kapërcimja edhe është paralelja. Okej. Parteri është pjesa e tapetit, po e dyshemës. A kine ikon që e ndjek si idhull qoftë në arenën ndërkombëtare qoftë? Po, është Simone Biles, është Lori Hernandez, janë shumë gjimnaste që më pëlqejnë shumë, edhe gjithashtu Lori Hernandez është një gjimnaste në tra që unë ndjeku shumë,
edhe eleganca e saj më frymëzon shumë. Fantastike. Mu ka po përshtypje historia Simone Biles, e ka pas një moment në karrierë ku ka prit me arrit shumë, po në fakt ka dëshpëruar mas shumë të shkaku i stresit në pjesëmarrje e çka tjetër, po ka arrit prapë me u rikthyer te suksesi. Fantastike, besoj që nuk kemi alshu rrugën nëse vazhdon kështu. Trajnere, so përkraheni tash. Kur arrihet suksesi, krejt folin për suksesin, por pjesa prapaskenës sa është e vështirë, sa ka orë për kushtim në punë dhe sa ka mbështetje. Duke marrë parasysh stërvitjen, orët janë të gjata të stërvitjes, se ne ushtrojmë diko 5 orë deri në 6 orë në ditje, sidomos kur kemi me u përgatit. 5 deri në 6 orë në ditje. Aplikon krejt çdo sporte që po i përmend, kategori që po i përmend. Po dikush, siç e thekë edhe Sara pak më herët, është dikush që është pak më i fortë në ndonjë vegël dhe e specializon veç një vegël, po për momentin ne garojmë në të gjitha veglat deri momentin që kalojmë në kategorinë seniore. Për arsye se te kategoria e vogël nuk ka që i ndojnë me vegla, se i shtyn fëmijët me garu në të gjitha veglat, mos me specializu aq herët në asnjë vegël. E vështirë është për arsye se duhet me pas shumë fokus, me pas sakrificë prej të gjitha anëve, prej trajnerave, prej prindve, prej sportistës vet. Gjitha duhet me qenë, domethënë, në mënyrë perfekte për me mujt me arrit deri te një sukses kulminant. Përkraja nuk po muj me thonë që është e madhe, se nuk kemi përkraja ashtu. Përkraja më e madhe për Sarën deri më tani janë prindrit, edhe nga ne trajnerat, për arsye se e shtym shumë, se e shohim që ky fëmijë ka shumë potencial për të ardhmen. Po me thonë që kemi ndonjë përkraje tepër nga dikush, jo. Domethënë Sara deri tash nuk ka pasur ndonjë përkraje që avlin me cik. Sa është sport i shtrenjtë me u marrë me to? Sport i shtrenjtë është shumë, të e pas parasysh pak edhe rrezikun që e ka, se lëndimet që munden me qenë. Sara për shembull duhet me shku në fizioterapi, duhet me shku me pas kontrolla të vazhdueshme për nyje, për gjitha pjesët e trupit në përgjithësi, kështu. Pato se nuk pak lëndim, këto i ka të rregullta. Definitivisht po, sidomos kur është para një gare të madhe. Duhet me qenë, domethënë, tip top për me garu. Sar, nana jote tha, si fëmijë ka qenë shumë aktiv. Me sa e kuptova ti e ke provu një herë baletin fillimisht. Po s'është të ka shku me baletin, Jo, nuk më ka bu përshtypje, tani gjimnastika më një herë në ditën e parë më ka pëlqyer. Domethënë nuk mujt më mundo. Sa ki, në fakt sa është problem për ty me vazhdu edhe shkollën, po nikosisht me qenë edhe suksesshme në sport, se është goxha sakrificë. Jo, i menaxhoj, edhe pse jam nxënëse shembullore, edhe në gjimnastik jam gjimnaste që e përfaqësoj Kosovën në skenën ndërkombëtare, edhe i menaxhoj shumë mirë. Me përfaqësu shtetin ndjenje mirë, a? Po, shumë e mirë, shumë ndjenje mirë. A ke marrë urime prej kolegeve kur ke marrë pjesë, kur ka përfundu gara atje, a jam befasu me rezultatin tonë? Po, ka marrë urime, edhe jam befasu se nuk e kanë parashiku që Kosova mëndet me fitu në gjimnastik në kampionat ballkanik. Ja vlen me u cek që kemi pas shumë njerëz që nuk na kanë besu që kena me mrit deri çto. Po dhe pikërisht se Kosova është që njët në harë gjimnastikës shumë. Po, definitivisht. Kështu që ka qenë një befasi edhe për ata tjerë aty ku secili kryetar i ndonjë federate ku bëjmë pjesë në Ballkan, ka ardhur dhe na ka uru dhe ka thënë që është shumë e mirë. Më intereson dorën ti me ditë, a ka edhe kështu në Kosovë nuk është rreth e juve e njëni gjimnastikën shumë mirë, po nuk është shumë e përhapur në Kosovë. A ka interesim prej të rive me u marrë me gjimnastikë, se me një farformë me gjimnastika kur ka fillu tash i vyn gjenerata për me arrit një nivel. Interesim ka, por jo interesim për shembull çysh kanë sportet e tjera, po kjo e bën pak e pamundur shkaku i kushteve. Domethënë infrastruktura nuk është aq e mirë. Ne kemi vetëm një sallë në Prishtinë ku ushtrojmë të gjitha klubet, është salla në Pallat Rinis, edhe ajo nuk i plotson kushtet për një fëmijë si Sara. A keni të ndonë me gjimnastika dhe sporte tjera? Jo, e kemi veç sallën e gjimnastikës, po nuk është që i plotson kushtet siç thash. Për një fëmijë që është fillestar deri në moshën 10-11 vjeç, po për Sarën që është sportiste elitare dhe i vyn shumë hapësirë më e madhe, sidomos për veglën e kapërsimeve që i duhet me vrapu deri 25 metra, atëherë ajo jo. Ata deri vonë dorën zamër aty kanë pas probleme edhe me parket. Po, e vërtet. Nuk e di, halo, është e njëjta, po edhe me shiko. Edhe me pikje. Po.
Ka ndodhur që janë lagë dyshekat edhe prej ujit, prej shiut që ka pika aty, domethënë nëse kemi pas a ditë me ushtru na paralele, se paralela është afër aty, është dosht me eliminu veglën e paraleles, me dalë me ushtru diçka tjetër për arsye se s'ke mujt më rshit. Kështu që infrastruktura është këgja adopt. Po për momentin është duke u investu për sallën e gjimnastikës që ku më bën në Miradi. Është në projekt. Që me plotësu standardet tamam. Po, që i plotëson standardet, po ta shpresim derisa të ndërtohet ajo. Të shohim, shpresoj që po sa më shpejt që është e mundur për arsye se Sara tash e ka edhe hovin për me qenë sportiste shumë më e mirë edhe i dohet një vend ku më ushtru, se kemi kaluar fazën ku ne bëjmë ushtrime të thjeshta, domethënë tash edhe normal ushtrimet janë shumë më të vështira, edhe duhet me pas shumë kujdes. Na duhet një sallë definitivisht ku ka pajisje. Edhe është gjënabre nëse ki potencial në dorë edhe nuk e shfrytëzon. Definitivisht, kjo po na dhimbset neve, pse se ne jemi në atë fazën ku Sara është akoma juniore. Nëse Sara arrin sukses si juniore, ka me qenë diçka shumë e mahnitshme. Momentin që del seniore, normal tash hapësira për zhvillim është shumë. Edhe kategoria seniore, Sara kur del në atë kategori i bien me garu me sportistët që kanë ndoshta përvojë deri në 10-15 vjet. Derisa të hin Sara pak në sistem më umësu me këto, normal është pak vështirë edhe për to. Po ne po kërkojmë gjithsesi që edhe me kategorinë juniore të arrijmë të kemi sukses më shumë. Vitin ashëm e kemi kampionatin evropian, ku jemi pretendent shumë me Sarën dhe jemi në përgatitje qysh prej tash. Kur del në garat evropiane Sarë, sa përfiton përvojë, ballavaçosh me shtete të ndryshme, me garuese të shteteve të ndryshme, me kualitet tjetër. Sa të shërben ty? Përvojën e kam që tash, por edhe tash nëse dal në kampionat evropian që është një garë shumë e madhe, rritet akoma më shumë, edhe besoj që Tu shku tu plotsu? Po. Ku mohet kampionati evropian? Kampionati evropian mohet në Zagreb. Në Zagreb, që do të thotë pas nuk qenë ka dhe shumë larg. Jo, nuk është larg, mohet në muajin gusht në Zagreb të Kroacisë. Po shpresojmë tash ne po fillojmë qysh herët kemi filluar dhe faktikisht me u përgatit për këtë garë. Prej tash kemi filluar me ato planet tona. Si tash më herët pretendente mendoj që ka me qenë shumë. Normal ka me garu prej shumë shteteve të forta siç është Gjermania, Rumania, Slovakia për momentin që i ka ndër sportistët më të mira. Ka me garu kundër tyre, po si edhe ti më herët, Sora nuk e ka njetë kështu mjallë shumë rrugën. Të shumë, po pretendojmë tash. Harrova me të pyet edhe për konkurrencën në Ballkanik. So ka qenë e vështirë konkurrenca në Ballkanik? Konkurrencë ka shumë, se ndër shtetet më të mira në Ballkan, edhe tash në lojra olimpike për shembull që kanë arrit me fitu është Rumania. Domethënë rumunet cilësohen për gjimnastik. Konkurrenca ka qenë mjaft e vështirë për arsye se ka sportiste siç e the edhe ti më herët që kanë gjimnastikën tradit shumë vjeçare, ndërsa federata jonë është themeluar në vitin 2012, ku në trajnerat e parë që e pasojmë këtë rrugë, jem unë edhe trajneri tjetër. Pas nesh nëse vjen dikush ka me qenë Sara ose kushdo tjetër krijimi i gjeneratave. Po, krijimi i gjeneratave. Po është e vështirë normal se si trajner i parti duhet më merr krejt me të gjitha gjonat. Me pas dikën që ka qenë më herët jenë rrjedha. Just me mungesë të mbështetjes ka bënë më vështirë, edhe kushtet normalisht. Se të noti parafërsisht ka të njëjtin problem, ushtrojnë për shembull pishin 25 metra, por me garun pishin me 50 metra, është problem. E njëjta është edhe për neve, se ne për shembull Sara është sportiste e klubit gjimnastikës Vushtria, ne në Vushtri e kemi një sallë shumë të vogël. Ajo pjesa e parterit ku duhet Sara me garu është 12 me 12 metra. Faktikisht ne ushtrojmë me një vi, veç një vi, qështo, mundet me qenë deri në 70 metra gjatë, pastaj kur shkojmë në gara është komplet diçka tjetër. Hapësirë e madhe, sa që ne na duhet spari më orientu me qatë vegël, apo ja bojna qëto, apo nisëm qëto, qysh pja bojna, dhe më thonë, gjysmë e kohës na shkoneve veç të umerë me çështje. E normal, ato shtetet cilat e kanë praktiku tërkohën servitje kompozimin aty, në parter ju vjen shumë letë. Shumë e thjeshtë. Unë ju falenderoj shumë të dyjave, faleminderit që tregut historinë e suksesit për dëgjuesit e Radio Dugaxhinit. Është inspiruese besoj për një 13 vjeçare trajnerin e saj me arrit kaq sukses. Edhe ju dëshiroj çdo të mirë në rrugën. Shpresoj që fillimisht rregullon kushtet, se është primare, mbështetja, pastaj nuk dëshoj që vjen edhe rezultati. Shpresoj. Faleminderit shumë për prezencën. Faleminderit edhe juve.